Një foshnjë një muajshe e seksit femër ka ndëruar jetë si pasojë të ftohtit. Nëna 18 vjeçare nga Elbasani, komunitetit rom, Sava Sinani, bashkë me foshnjën kishin ardhur në Durrës 2 javë më parë dhe pasi lypte në qendër gjatë ditës, në mbrëmje flinte në çadër të sajuar tek zona e urës së Dalanit. Gjatë natës e porsalindura ka pasur temperaturë të lartë si pasojë të ftohtit dhe ka ndëruar jetë pak pasi mbërriti në spitalin e Durrësit. Nëna e foshnjës tregon se fëmia është ftohur pasi ka qëndruar për më shumë se 15 net në kushte shumë të vështira tek ura e Dalanit. Si jetoni? Kështu në për rrugë. Një ditë atje, një ditë atë. Asnjë gjë, kanë ato që prit tu sa të vi policia. Në reagimin e tij, avokati i popullit Igli Totozani e ka cilësuar një ngjarje krejtësisht të papranueshme që nuk duhet të përsëritet. Avokati i popullit i mëson fort zbatimin e rekomandimit drejtuar pushtetit vendor, se duhet të marrë masa për të pastrehet dhe të varfrit, që në këtë dimër të ftohtë mos vdesin rrugëve, por të gjenden në mënyrë urgjente vendstrehime. Të gjithë të tregojmë dëmshuri dhe solidaritet për njerëzit e pamundur, të varfrit dhe të pastrehet, që të shmangen këto tragjedi njerëzore, shkruan në reagimin e tij Totozani.